Qytetarët e Bullgarisë ju han drejtuar kutive të votimit këtë të diel, në një tjetër përpjekje për të dalë nga cikli i gjatë i paqëndrueshmërisë politike. Këto janë zgjedhjet e teta parlamentare në vetëm 5 vite, një tregues i qartë i krizës së vazhdueshme institucionale që ka përfshirë vendin. Procesi i votimit ka nisur në orët e para të mëngjesit dhe pritet të mbyllet pasdite, ndërsa rezultatet paraprake do të publikohen menjëherë pas përfundimit të votimit. Megjithatë, rezultatet zyrtare do të kërkojnë kohë dhe priten vetëm në ditët në vijim. Zgjedhjet vijnë pas protestave të fuqishme që shpërthyen në dhjetor, ku qindra mijëra qytetar, kryesisht të rinj, dolën në rrugë dhe kërkuan reforma të thella në drejtësi dhe një luftë reale kundër korrupsionit. Këto protesta çuan në rrëzimin e qeverisë së mëparshme. Në qendër të zhvillimeve politike është Rumen Radev, i cili ka një rol aktiv në skenën politike, duke sfiduar hapur modelin që ai cilëson si oligarkik. Qëndrimet e tij kanë nxitur debat, sidomos për shkak të qasjes së tij më të bunë ndaj Rusisë dhe kritikave ndaj mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Ndërkohë skena politike mbetet e fragmentuar. Partia konservatore Gerb e ish kryeministrit Bojko Borisov pritet të rendite ndër forcat kryesore, por pa një shumicë të qartë për të qeverisur e vetme, që nga viti 2021 vendi ka kaluar nga një qeveri në tjetrën, pa arritur të krijojë stabilitet afatgjatë. Koalicionet e brishta dhe tensionet e vazhdueshme politike kanë penguar reformat kyçe, duke e lënë vendin në një cikël zgjedhjesh të përsëritur. Këto zgjedhje shihen si një provë vendimtare për të përcaktuar jo vetëm drejtimin e brendshëm politik të Bullgarisë, por edhe pozicionimin e saj në raport me Bashkimin Evropian, si dhe aleancat ndërkombëtare.